Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdullah al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e falenderojmë falendrim që i takon madhnisë Allahut. Allahun e falenderojmë që na ka bë hise shahadetin në zemrat tona, edhe dëshmojmë me gjuhën tonë dhe me zemrën tonë se nuk ka Zot tjetër që meriton të madhrohet dhe të adhurohet pos madhnisë Allahut, edhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguar i tij. Salata dhe selame i çojmë pejgamberit a.s., familjes tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm, në këtë ditë të veçantë, koha është me shi, do të mundohem një mesazh të shkurtër ta përcjell. E lutim Allahun e Madh para se të shprehim mesazhin para jush, të lutim Allahun se kemi ardhur me lut Zotin se ai meriton të lutet, që Allahun neve të na fal gjunohet ja Rabbel Alamin. Pastaj Allahut na mëshiron me rahmetin e tij dhe i madhja Allah na udhëzoft në rrugën e tij deri në momentin e fundit të kësaj bote. Amin. Padyshim se njerëzit hecin për dynja dhe i kanë destinacionet e tyre. Ai që shkon për Stamboll nuk niset ka perëndimi, po niset knena. Ai që niset për në Itali, niset knena, ka rruga, ka është Italia, dhe e ka navigacionin, ose e din rrugën edhe orientohet me logjikën e tij dhe merr rrugën për ku e ka udhën e tij. Ajo çka du ta them sot, mirësia më e madhe është që Allahu i Madh neve na ka bërë rrezik shahadetin, e Allahu na ka bërë rrezik mi thu salavat e Muhamedit a.s. Po pyetjen e kam për vete dhe për juve, a jemi tamam në rrugë të Zotit dhe në udhët Muhamedit a.s. apo jemi të sill me në përqërë sokakat e tona këtu pari dhe nuk jemi të shku në rrugën e Zotit. Prandaj ne e thojmë çdo ditë, në çdo recat, ihdina siratal mustaqim, o Allah na udhëzon në rrugën tonë, në rrugën tënde, në rrugën e Kur'anit, në rrugën e hakit, siç ka ardhur në disa transmetime se të parë, nuk është hadith kjo. Kjo është prej lutjeve të parëve dhe 4 medhhebeve, se shumica e selefit të parë, gjeneratës e parë kanë thënë Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. O Zot, na ban të qartë të vërtetën si të vërtetë dhe ta ndjekim atë rrugë. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Zot, na mundëso që ta shohim të pavërtetën si të pavërtetë dhe na largon nga ajo. Prandaj porosia është, nuk ka mirësi më të madhe me lut Zotin edhe më ta çel rrugën e hidajetit, të udhëzimit Allahu, rrugën e fejes edhe Kur'anit edhe Sunnetit, që ti të hecish drejt Zotit, ti të hecish drejt drejtësisë, ti të hecish drejt rrugës mëshirës, të udhëzimit. Kjo është mirësia më e madhe që Allahu ja jep robit. Prandaj falëndrimi takon Allahut, i cili na ka udhëzuar neve dhe ne jemi pjesë sot në xhami dhe lutim Zotin. E hoq, çish me shtu këtë udhëzimin dhe me gjetë këtë udhën e drejtë, përveç lutjeve, porosia është pasi jemi në fund të vitit shkollor, nëse fëmijët e tanë, nxënësit e tanë, studentët e tanë janë në përshkolla dhe kanë studiu, kanë mësu, Allah ja vështov diturin atër në sezonën e verës, në të marrin diturin që ta njohin Allahun më shumë. Nëse ti je doktor, ti je profesor, ti je shumë i meqëm, filani ishte shumë i meqëm, ama kur s'ka pas kohë me lexu librin e Zotit, kur si din 2 mesele të fesë Allahut, nuk e njeh madhninë e Zotit, ai s'e gjen rrugën e Zotit, ai shka nuk e njeh Zotin. Zotin e njeh ai, rrugën e Zotit e njeh ai, i cili e njeh fjalën e Allahut. Prandaj porosia është dija fetare, e cila përmban 2 elemente. Mësimin e fjalës së Allahut dhe sunetin e pejgamberit, është drita e udhëzimit për të udhëtuar në rrugën e drejtë, rreth drejt Zotit dhe drejt shpëtimit. Allah i nasip na boft. E dyta është njohja e Allahut përmes emrave dhe cilësive të bukur. Allahu ka emër dhe cilësi.
ne jemi të smut, ne jemi të varfër, ne kemi telashe, ne kemi sprova të ndryshëm, këti gjejmë në emrat dhe cilësitë e Allahut. Kush don mu kanë rrugën e Zotit, atëherë në ta njeh Allahun nëpërmjet cilësive dhe sifateve dhe emrave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e treta është leximi i historisë së pejgamberit alayhis salam. Ai ishte i vetëm, këti besojshin putat, ky nuk i besoj putave, ky nuk i besoj platformave të mushrikëve, e besoj Allahun, wa ilahukum ilahun wahid. Dhe Allahu është një, nuk ka zot tjetër pas madhnisë Allahut. Atëherë ne e mësojmë udhën e shpëtimit, rrugën e Zotit nëpërmjet mësimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit, ne që kemi ardhur mu fal, atëherë bindja në Allahun dhe në rrugën e tij është kur na i kryjm obligimet e Zotit. I kryjm obligimet se i kemi mësuar Kur'an, i kryjm obligimet se i kemi mësuar sunet pejgamberit alayhis salam, i kryjm obligimet se i kemi mësuar prej hoxhallarëve ton. Elusim Allahun e madh që Allahu të na udhëzon në rrugën e drejtë. Elusim Allahun e madh që ne ta mësojmë fejen e Zotit nëpërmjet Kur'anit edhe sunetit pejgamberit alayhis salam dhe nëpërmjet biografisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun na fal neve, juve dhe gjithë muslimanëve gjunahet, ya rabbel alamin. Elusim Allahun që muslimanët, Allahun e Gaza, Allahu t'i liron e zullumçart, Allahu t'i shkatron. Elusim Allahun e madh plagosërit, Allahu t'i shëron vdekurit e mëshiron, ya rabbel alamin. Ata që ndihmojnë këtë proces të zullumit, Allahu i shkatëroft, kush do që të jetë ata. Elusim Allahun që ata që kanë mundësi, Allahu t'ja mundson me ndihmu muslimanëve, ya rabbel alamin. E ata që kanë mundësi dhe nuk i ndihmojnë, Allahu ju udhëzoft. E nëse nuk i udhëzon, Allah i shkatëroft, ya rabbel alamin. Elusim Zotin e madh na begaton me mirësitë e tij në këtë botë dhe në ahiret. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.